Mbi 2300 persona kanë gjetur vdekjen si pasojë ndotjeve të emetuara në ajrin që ne thithim. Të dhënat e grumbulluara nga raporti State of Global Air tregojnë se humbjet e jetës njerëzore në Shqipëri kanë të bëjnë me shpërndarjen e grimcave të dëmshme, të prodhuara kryesisht nga djegja e karburanteve dhe sektori i ndërtimit. Raportet e rendisin Shqipërinë si një nga vendet me normat më të larta të ndotjes, përkatësisht 3 herë më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Tirana konsiderohet si qyteti më i ndotur, jo vetëm për shkak të densisë së ndërtimit, por edhe për shkak të numrit të lartë të automjeteve që qarkullojnë, duke emetuar në atmosferë grimcat që njihen si PM10 dhe PM2.5. Ekspertët thonë se pikërisht këto grimca të rrezikshme që emetohen në ajër janë shkaktari kryesor i sëmundjeve si demenca, astma, kanceri, por edhe ato të zemrës, diagnoza këto që kanë numrin më të lartë të vdekjeve në Shqipëri, lidhur me ndotjen e ajrit. Ndër grimcat më të rrezikshme që ne mund të quajmë si ndotësit kryesor të ajrit janë grimcat PM2.5 dhe grimcat PM10, respektivisht 2.5 dhe 10 nanometër. Këto grimca gjenden në ajër dhe shkaktohen kryesisht nga aktivitetet ndërtimore, transporti, por gjithashtu edhe nga aktivitetet urbane intensive, siç mund të jenë djegja e drurit apo edhe djegja e lëndëve të tjera djegëse, të cilat shkaktojnë atë që quajmë dioksid karboni. Për shkak të madhësisë më të vogël të grimcës PM2.5, ajo është dhe më rrezikshme për shkak se arrin të depërtojnë shumë thellë në rrugët e frymarrjes. Organizata Botërore e Shëndetësisë e rendit vendin tonë të 4-ti në kontinent për vdekjen e parakohshme të shkaktuar nga ndotja e ajrit, përkatësisht rreth 164 raste për 100.000 banor, ose përafërsisht 1 rast në 600 banor. Aktivistja e mjedisit Besiana Guri shprehet të shqetësuar për ndotjen e ajrit, fenomen ky që nuk kursen jo vetëm njeriun, por të gjithë ekosistemin. Nëse flasim për ndotjen e ajrit në Tiranë, jemi duke folur direkt për shëndetin e njerëzit. Jemi duke folur direkt për sëmundje që lidhen me të shkaktuara pra nga ndotja e ajrit. Pa diskutuar këtu pastaj që ndotja e ajrit ndikon jo vetëm tek njerëzit, ndikon edhe tek biodiversiteti, edhe tek bimët, ato të paktat që janë në qytet. Kur mendojmë që po rrisim fëmijët në një ajër kaq të ndotur, është vërtet për të ardhur keq, sepse fëmijët janë ndër ajo grup moshë janë më të ndikuarit. Në një qytet që ecën me ritme të shpejta, kostot e këtij modeli frenetik jetese po i paguajmë çdo ditë me frymën tonë. Kulla që rrokin qiellin, skela që rrethojnë sheshe ndërtimi, vinça që rrotullohen mbi kokat e qytetarëve që ende nëpër qytet dhe kate që ngrihen njëri pas tjetrit, ndërsa betoni zapton qytetin, gjelbërimi zhduket çdo ditë, e bashkë me të, edhe ajri i pastër. Një studim i bazuar mbi 13 stacione monitorimi, i kryer nga Qendra për Zhvillimin e Habitatit Copland, tregon se niveli i ndotjes në Tiranë është 2 herë më i lartë se normat e Bashkimit Evropian dhe 3 herë më i lartë se ato të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Zonat më të ndotura të kryeqytetit, sipas ekspertëve mjedisor, janë ato të më mbipopulluarat, ku dhe së fundmi është rritur intensiteti i ndërtimeve. Zonat më të ndotura mund të përmendim 21 vjetorin dhe rrugën e Kavajës, zona tashmë prej shumë vitesh shumë të ndotura. Megjithatë, një gjë tjetër e rëndësishme e këtij raporti ishte që dhe zona pranë shkollës Mihall Grameno apo zona pranë shkollës Medreses kishin nivele shumë të larta dhe shumë shqetësuese të ndotjes. Kjo shpjegohet dhe me faktin se këto zona, segmente kryesore ku gëlon lëvizja në qytet, janë të mbipopulluara dhe karakterizohen nga trafiku kilometrik i automjeteve. Mjetet e transportit rrugor konsiderohen nga ambientalistët si shkaktar kryesor i ndotjes së ajrit në kryeqytet. Sipas një raporti të kontrollit të lartë të shtetit, shqiptarët kryesisht janë përdorues të makinave të vjetra. Mosha mesatare e automjeteve është 18 vjet dhe rreth 70% e tyre përdorin naftë. Në oraret të mëngjesit vinin më edhe makina të parkuara apo me blokazhin e ndezur që linin fëmijët, dhe nga djegja e karburantit dhe mos përdorimit të makinës, ajo bënte edhe emetimin e NO2-shit dhe PM10-s kryesisht. Kjo ndotje është përkthyer në probleme të rënda shëndetësore, duke shkaktuar sëmundje që kanë marrë jetë të njerëzve, ndërsa pasojat ndihen çdo ditë nga qytetarët, roli institucioneve
mbetet i një rëndësie kyçe. Shteg nuk mori përgjigje shtëruese nga institucionet përgjegjëse mbi masat konkrete për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Aktivistja Besiana Guri shprehet skeptike lidhur me veprimtarinë institucionale, duke theksuar se edhe kur ka reagime, ato mbesin vetëm në nivel deklaratash. Institucionet duke filluar nga niveli lokal dhe ai kombëtar kanë për detyrë rreth parë të informojnë komunitetet, të informojnë qytetarët se cila është gjendja dhe jo pak herë të dhënat janë të vjetra, nuk janë koherente, mungojnë raporte, monitorimi të mirëfillta të cilësisë së ajrit. Së fundmi ka organizata që po e bëjnë këtë në mënyrë alternative, sepse mungojnë vërtet të dhënat nga institucionet. Nga ana tjetër, edhe nëse ka reagim ose shpeshherë kur ka pasur deklarata, janë më shumë në nivelin e deklaratave. Pra ne nuk po shohim masa konkrete të ndërmarra nga institucionet. Elementi kryesor që sjell reduktimin e ndotjes mbeten hapësirat e gjelbërta, të cilat në kryeqytet numërohen me gishtat e dorës. Ekspertët bëjnë thirrje për rritjen dhe vitalizimin e hapësirave të gjelbërta dhe mbjelljen e pemëve, por jo atyre dekorative. Të rriten hapësirat e gjelbërta dhe ato hapësira që mund të jenë në qytet, ato të paktat që janë, të lëna në harres, mund të rivitalizohen, të mbillen pemë, por jo pemë dekorative, jo palma, jo pemë që nuk janë të vendit. Pemë që janë native, pra të vendit tonë, dhe që janë njihen për prodhimin e oksigjenit, aq më tepër oksigjenit gjatë gjithë vitit. Pra jo pemë që janë i bien gjethet dhe gjatë dimrit ne nuk kemi pastrim.